Nëna ime dhe periudhat e jetës sime. Kur jemi të vegjël, përqafimi i saj është bota jonë. Kur rritemi pakës të kapurit për një pjesë të fustanit të saj është udhërrëfyesi ynë. Kur i arrim të shtatat, ajo është siguria jonë kur kthehemi nga shkolla. Në të dhjetat, ajo është grua, kurse ne thithim nga fjalet e saj dhe sjelljet e saj, atë që lë gjurmë në personalitetin tonë. Në të 12-tat, bëhet shok në ndonjë moment dhe armik kur zemrohet, mirë por nuk mundemi të flem pa buzëqeshjen e saj. Në të 14-tat, ikim nga ajo me pretekste qesharake që ta vërtetojmë pavarësinë tonë. Në të 16-tat, e gjejmë se ajo është brez dhe ne jemi një brez tjetër. Në të 18-tat, nuk gëzohemi për suksesin tonë përveç se me gëzimin e syve të saj dhe lotët e krenarisë së saj. Në të 20-tat, ndoshta e përshëndesim që të shkojmë në studime apo mendojmë se e kemi harruar nga dashuria e madhe e periudhës në për të cilën kalojmë. Në të 24-tat, turpërohemi nga puthja e saj apo dashuria e saj apo përkujdesja e saj për ne, me pretekst se tani më jemi të rritur. Në të 30-tat, angazhohemi me gratë tona dhe fëmijët tanë e asaj, ose i lajmërohemi në telefon ose nga njëherë e vizitojmë. Në të 35-tat, ajo na bashkon në një vend, në një tyrjes së bashku me familjen, dhe tentojmë të gjejmë një baraspesh mes angazhimit nga ajo dhe respektit të saj. O Zot, çdo sekond që kalon nëna ime nga jeta e saj më shiroje, hapja dyert e rehatisë dhe qetësisë dhe bëjen nga banorët e xhenetit.